Për shkak të mos plotësimit të kërkesës së tyre që provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën shqipe, studentët e 3 universiteteve shqiptare, Universitetit të Europës Juglindore, Universitetit të Tetovës dhe Universitetit Nën Tereza, paralajmërojnë protestë për më datë 6 prill në orën 12:30. Studenti Mevlan Ademi duke bërë thirrje për pjesëmarrje sa më masive në protestë, se zbatimi i gjuhës shqipe nuk duhet të jetë më peng i vullnetit të asnjë funksionari, sepse kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve janë të qarta. Nga fillimi tek ura e gurit në qashin ton, mua aty ku fillon edhe kultura jon dhe tradita jon kulturore këtu në Maqedoninë e Veriut, do marshojmë prej aty drejt Ministrisë së Drejtësisë. Për këtë arsye u bë thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë që t'i bashkohen kauzës tonë dhe protestës studentore. Edhe studenti Jon Selimi u bën thirrje politikanëve që mos ta politizojnë kërkesën e tyre dhe mos i përdorin ata si litar secili në anën e tij, por të ofrojnë zgjidhje konkrete. Që bëj apel të gjitha partive politike të mos e politizojnë kauzën tonë. Kauza jonë është e pastër studentore dhe si e tillë do mbetet. Gjithashtu ju bëjmë apel edhe institucioneve të marrin masa sa më shpejt, nuk qëndrojnë deklaratat albanofobe të Filkovit e as semizgjidhjet e Mickovskit. Pra, ju bëjmë thirrje edhe njerë, mos na përdorni si litar duke na tërhequr secili në anën e vet, por na mundsoni zgjidhje reale. Për pjesëmarrje në protestë bëjnë thirrje edhe shoqatave civile. Ndërkohë studentët shqiptar kanë nisur vendosjen e mbishkrimeve gjuhën e kemi amanet dhe e drejta nuk negociohet nëpër disa lokasione në Shkup, Tetov, Gostivar, Kumanov dhe Kërçov. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov ka deklaruar i prerë se provimi i jurisprudencës nuk mund të mbahet në gjuhën shqipe, pavarësisht ligjit për përdorimin e gjuhëve. Kryeministri Hristian Mickovski, edhe pse një herë tha se kjo kërkesë e studentëve mund të përmbushet, më vonë ndorroi qendrim duke thënë se ligji aktual nuk e lejon provimin e jurisprudencës në Shqip.